korupcioni në Shqipëri sot është shumë më i madh në perceptim se sa në realitet. Jo se në realitet korupcioni nuk është problem. Korupcioni është problem. Është problem për atë shkak që thash më parë, që akoma institucionet janë në formësim, sepse çfarë e bën korupcionin aktiv edhe të suksesshëm në thonjza, po suksesshëm në të keq, është hapësira që ai gjen si një alternativë për personin ose subjekti që kërkon të marrë një shërbim, të fitojë një të drejtë dhe të cilën institucionet nuk ja garantojnë. Pra ky është korupcioni. Shumë shpesh ne ngatrojmë, njerëzit e ngatrojnë korupcionin me thjesht persona të këqij që duhen marrë edhe duhen quar në ferr dhe pastaj ne do shpëtojmë. Jo,